Gjëja tjetër është që shumica e protestuesve janë të gjeneratës Z, janë të rinj. Pra do të duhej që t'i përkisnin në një farë mënyrë lëvizjes bashkë, kësaj të majtës ideologjike, sepse janë njerëzit që përballen me pasojat e kësaj politike, janë njerëzit që po hynë në jetë, që kanë të pamundur të blejnë një shtëpi, kanë të pamundur të kenë një jetë dinjitoze. Dhe më ka zhgënjur të them të drejtën pak fakti që lëvizja bashkë nuk ka arritur të japë protestës ngjyrat e saj dhe nuk ka punuar më përpara për t'i fituar këta të rinj në radhët e saj, që të vinte në momentin kur mos nuk e lejuan ose nuk e pranuan apo Bjorni ka një lloj të drejtë sepse lëvizja bashkë ishte që në fillim ishte në Zvërnec dhe e nisi ose e mbështeti e para këtë lloj proteste, po mendoj që ata tashmë janë maturuar edhe lëvizja bashkë dhe partitë e reja tashmë janë maturuar dhe kanë kuptuar atë që këtyre nuk ju vin vetë. Atëherë ama dhe protesta nuk i nxjerr. Pra ata i pranojnë të treja partitë e reja, edhe kryetarët e tyre. Pra po të shkoj zoti Berisha në protestë jam i sigurt që do ta përzën. Po. Kurse tre liderët e partive të reja nuk i përzën njëri, përkundrazi i mirëpresin dhe janë aty pjesë e protestës. Kështu që ata u mendoj që janë maturuar dhe kanë treguar një lloj integriteti që nuk kanë dashur të vënë thonjt mbi podiumin e protestës. Përkundrazi, 2 ditët e para në podium kanë folur përfaqësues të lëvizjes bashkë dhe të Shqipëria bëhet. Ndërsa ditën e 4 hoqën dorë dhe këta, pra as figura të dyta të treta të këtyre lëvizjeve nuk u bën pjesë e podiumit apo e foltores. Kështu që unë mendoj që ata e maturuar dhe ata kuptojnë diçka. Sa më shumë të zjas kjo protest me sloganin Rama në burg, Berisha në burg, aq më shumë të gjenerata Z instalohet e pandërgjegjshmja e tyre që kur të shkojnë kudit e votimit, Ramën dhe Berishën nuk do ta votojnë me pakta. Se tifozllëk është ky, domethënë unë jam bërë me Milanin se baba im ka qenë me Milanin, ose pra krijohet në të pandërgjegjshmen tënde një lloj tifozërie. Kështu që të gjenerat e re, qofshin ata në shesh, ata në klub, ata në koncert. U mboll ideja për te Ramës, për te Berishës. Dhe si mund t'ju shërbej kjo partive të reja, kjo shërben kur të vinë kutit e votimit dhe ka një risk që ata të rriten nga 200.000 vota, po them të tre, mund të shkojnë 400.000 vota, dhe nëse ata bëhen bashkë, janë një poli treti më. Është një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë, ose 500.000 ka marrë PD-ja. Thjesht do dy fishojnë votën që morën në zgjedhjet e kaluara. Kështu që unë mendoj që ata po tregojnë të zgjuar për këtë aspekt, por nuk po arrin dot të prodhojnë teza, të cilat i përgjigjen protestës qytetare. Ndërkohë, duhet kaloj pak te pjesa e organizimit. Kush merret me organizimin i Gerës, ose çfarë ndodh me fonin, se kam dëgjuar akuza, nuk lejojnë atë, përjashtojnë këtë. Pra si është organizimi, si funksionon? Ato që mund thuan, ose si është? Po patjetër, çfarë di unë do t'i them. Unë nuk kam folur asnjë ditë në podiumin e protestës, ka qenë zgjedhje personale. Edhe për shkak se kam hapësirën time mediatike në mediat ndryshme për të thënë dhe kam menduar që aty duhet flasin qytetar të thjesht të cilët kanë ato problemet e tyre. Organizimi është një konglomerat, që do të thotë aty ka një vend të posaçëm e kanë ambientalistët, të cilët e ngritën të parët me çështjen e nartës, kanë ato pjesa e fëmijëve, daullet, kanë flamingot e tjerë. Pjesa e fëmijëve është një pjesë tjetër e sheshit e cila unë po thoj se çdo ditë kam sjell çunin aty që pikturon dhe prindrit me vullnetin e tyre sjellin lapsa, ngjyra, kukulla për të luajtur. Shumë gjë interesante. Dhe gjëja më interesante kësaj është që kur fillon marshimi, prindrit bëhen rresht për të mos lejuar që protestat ti kap fëmijë, se ka pasur dy raste ku kanë humbur dhe janë rigjetur. Janë studentët. Unë mendoj që generatori i kësaj proteste janë studentët, të cilët me banderolën e tyre drejtori kryeministrit nuk i ke larë akoma hesapet me studentët, edhe kjo figurative, kanë një energji të jashtëzakonshme, sidomos në marshim dhe disa nga ditët. Që s'është e lehtë. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Marshimi është. Pra ne jemi gjenerat diku të rinj dhe jemi konsumuar tashmë deri në orën 12. Kështu që studentët janë një gjenerat që besoj e mban me karburant këtë protest. Pastaj janë dhe një grup tjetër aktivistësh të cilët janë bërë pjesë aty dhe janë takuar në protesta të mëparshme, të cilët kujdesen dhe janë mirëmbajtës të
lejes në polici, të fonis, të megafon.